Kjo periudhë përkon me kulmin e mbjelljes së misrit, ndaj specialistët u bën thirrje fermerëve të tregojnë kujdes të veçantë për sa i përket kullimit të tokës. Pikërisht në këtë pikë ngul këmbë Konstantin Hajkola, specialist në Qendrën Shkencore të Transferimit të Teknologjive Bujqësore në Shkodër. Në kushtet e mos kullimit, rreziku i mbjelljeve të kësaj periudhe është sepse mund të dëmtohen nga krymi tel, i cili është i pranishëm në ato tokat pa kullume. Ti kullojnë, sidomos kanalet e treta kulluese të jenë në gatishmëri ose të funksionojnë, dhe e dyta duhet të mbjellin pak më vonë sepse në kushtet e lagështirës së tepërt ky krym bën dëme. Hajkola siguron se farat e misrit që përdoren për mbjellje kanë garanci maksimale. Fatmirësisht në të gjitha farmacitë bujqësore mund të gjeni farat përshtatshme për të gjitha llojet e tokave dhe tipet e ndryshme të teknologjive që do të zbatojnë fermerët. Janë shumë garantume, kanë aftësi dhe fuqi mbierëse të mirë, janë fara të firmave më të mira botërore që merren me përmirësimin gjenetik misrit. Në qarkun e Shkodrës të vit pritet të mbillen së paku 5.000 hektar me misër, një sipërfaqe e konsiderueshme kjo. Sipas specialistit Hajkola, me misrin nuk ka humbje, ndaj fermerët nuk duhet të hezitojnë. Levertia e mjedhes misrit nuk marron kurrë. Po t'ishte pa leverti nuk do të mbjellet. Ajo që bën dallimin është fakti kush e mbjell për ta shit përllimin dhe kush e mbjell për ta konsumuar vetë. Në kushtet e fermave të vogla normalisht kosta është e madhe sepse mungon mekanizimi. Ama në fermat e mëdha me mekanizimin kompleks që ka misri, sepse kultivohet 100% i mekanizuar, dhe në kushtet e subvencionit të naftes, misri është me leverti gjithmonë. Absolutisht asnjë frikë, çmimet do të jenë stabil, deri në vjesht paktën nuk parashikohet asnjë lloj ndryshim çmimi me çmimet që janë sot. Në shkallë vendi mbillen mesatarisht 50.000 hektar me misër, nga të cilat 1/10 ndodhet në qarkun e Shkodrës, kryesisht në zonën e Nën Shkodrës, e njohur historikisht për rendimente të larta në prodhimin e misrit.